besoj që të tjerët nuk do të hezitojnë. Si do qoftë, ne do të ndalemi, e thash edhe më herët që viteve të fundit, sidomos si vjet, është folur mjaft shumë për inteligjencën artificiale. Çka po bën, ku po futet inteligjenca artificiale, po e zëvendëson njeriu apo jo, por tash edhe te veshjet kombëtare edhe te kombi ynë shqiptar, përmes një web aplikacioni i krijuar nga Recep Kçiku, që është faqja pra kuçezi.ai, ku edhe ju mund të hyni edhe ta shihni veten me veshje kombëtare. Zotrin Kçiku e kemi këtu në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Ju përgëzoj për punën që e keni bërë edhe për ndryshe urime 28 nëntorin e juve. Kënaqësi që ju kemi këtu. Atëherë na trego pak se çka keni kriju saktësisht. Kuçezi.ai është një aplikacion i cili është i çast shumë tash në web përmes kuçezi.ai, çka bën, i përdor modelet e fundit të AI nga Google, edhe mundson transformimin e një foto të rëndom të juajën në veshje kombëtare. Dhe qysh mundemi me e përdor? Besoj ne do ta shohim edhe në pamje. Në fakt na tregon një herë fillimisht se pse dhe nga erdhi ideja. E ke menduar që pikërisht diçka e tillë të jetë me datën 28 nëntor, apo ka pas diçka tjetër që ju ka motivuar edhe me vazhdu tutje? Duke qenë se jam në teknologji prej pomendoj që 20 vjet, edhe këto trendet ndryshojnë vazhdimisht, planifikimi në teknologji është dështim në një farë mënyre, për shkak që ti duhesh më kon i hapur ndaj ndryshimeve që vijnë papritmas, kështu që zakonisht nuk planifikoj, mirë po jam ad hoc për shkak të fushën se lën veproj, edhe kjo që shërë deri te ideja realisht është isha në zyre duke i lujt që thojnë ana ose duke i provu këto modelet e fundit të AI nga Google, edhe në ndërkohë bashkë me një kolegë të amin aty, thash mas disa ditë është 28 nëntori, edhe thash hajtë pe krijoj një app për 28 nëntor, e mandej tash të përdorim edhe AI për me kriju web aplikacioni, po më të çfarëdoshme, edhe mandej për 10 minuta e bona versionin alfa. Mandej kur e shpërndava në zyre aty, shtu si për hajgare, ju thash nuk e nevojë me shpenzu parë në veshje kombëtare për 28 nëntor, përdor në aplikacionin, edhe aty e pash një reagim shumë pozitiv dhe të fuqishëm. Ju pëlqeu atëre? Po aty ju pëlqeu, ku ke ai farë shkresi kryesor, mas i shkova në shtëpi, e prova pak me do familjare dhe e pashe veç ato grupet e familjeve janë nisën me u mbi populu me donë. Ato grupet, flasë për edhe ato grupet që s'janë të interesuara për teknologji fare. Sakt. Edhe të tjere të interesuara më tej, përfshi dhe mua ato. Po, sakt, po mendoj fotografia është pak ma emocionale, edhe tash me AI, si që edhe mundimi me pa, dhe me thonë këto veshjet janë kështu perfect fit, edhe mandej njerëzve i prek në emocion, edhe kështu, mandej tani filloj me u shpërnda, një postim që e bona në profilin tem kështu personal, unë nuk kam shumë followers, apo e pash në ditën e parë, realisht e kalum këtë kuotën që është nga Google që të jep në atë tier 1 që thuhet, edhe mandej u dash me gjetë forma alternative edhe me upgrade për me mujt me pranu atë kërkesën e madhe që vinte prej audiencës. Atëherë, ne po flasim edhe për të fundit, ata që u shqiptarizuar edhe më tej përmes inteligjencës artificiale, pra me veshje kuçeze. Kjo unë e pash linkun, pra është 17 orë më parë. E kemi kryeministrin e detyrë Albin Kurti, mirë me i po edhe me këto veshje kombëtare. Po, që e përmend edhe më herët, do me thonë, tentova me shfrytzu këtë momentumin e kësaj jave, do me thonë, të politikës e kësaj jave, dhe i gjenerova kandidat kryesor që janë për kryeministër të Kosovës, gjithashtu edhe disa nga aderimet edhe disa persona të përfolur në politikën e Kosovës. Po më fidi i si cili prej neve shpesh përmbushet me politike dhe s'po kam ikë edhe thash pse mos me gjetë një mënyrë ma kreative qysh... Po le t'jenë sot të kësaj dite të paktën krejt me veshje kombëtare. Hynë edhe jo që përna shqene edhe mundeni me e përdor, pra e keni www.kuçezi.ai ose AI edhe mundeni me e hy edhe me e pa vetën, ose të bëni një foto aty për aty, ose të merrni një foto tjetër, ku ndoshta dhe dukeni më afër apo jo, edhe mundet me dalë edhe diçka më e bukur. Pastaj veshja përshtatet përmes inteligjencës artificiale. Realisht aplikacioni e përkra prej ma e krejës që thojnë deri të kombët, do me thonë edhe mbatit i bën kombëtare. Një koment që pekim shpesh është se po jep ma shumë shije jugore ose toske, sidomos tek meshkujt, duke i bë këta qeleshët më të zgjatura,
Kjo ndodh shpesh nëse e përzgjedhni edhe opcionin me logot e UÇK-s, për shkak që aplikacioni mundson që me të gjeneru veshjet me plis ose pa plis. Nëse e bën tik me plis, atëherë ta mundson me vendosë edhe logon e UÇK-s. Normal është opsionale, mundesh me përzgjedh. Kurse të tjerët, kemi edhe dikë tjetër, po e kemi zotrin Bedri Hamza, edhe qenka me ples po ashtu, po një veshje pak më ndryshe se saja që ishte me zotrin Kurte. Po, për shkak që aplikacioni, domethënë, modeli i AI-t ose inteligjencës artificiale e merr personin, fotografin ku është bë, pak a shumë edhe mënyrën si është bë, dhe mandej e kontekstualizon edhe jap shije kombëtare. Domethënë, nuk mujna në bazë të aplikacionit me pa cili është ma patriot ose ma shqiptare ose jo, mirë po... As nuk mundeme me shiku se cila veshje është, a? Nuk të regon ato detaje? Jo, për momentin, mirë po në ashtë antarmen mujna me bo edhe diçka të tjilë. Edhe kemi zotrin Abdi Gjiku, po ashtu që vrejet edhe ndoshta edhe më poshtë veshja... Po, për shkak që foto që e kam ngarku, dhe me thonë e kom gjetë që ka qenë ndoshta profil, po mënej, nuk ka qenë vetëm kjo foto e profilit. Edhe ishte në gjuhën Shqipe, apo jo aplikacioni? Po, aplikacioni është komplet në gjuhën Shqipe. Komplet Shqipe. Po, ta ma Shqipe... Kena pas përdorus edhe prej, po mënej, përdorus që nuk janë Shqip Files. Tu i pa prej asaj panelit ku i kontrollojmë zakonisht e-mailat që vinë edhe kush e përdor aplikacionin. Përndryshe audienca në ditën e parë ka qenë ma shumë prej Gjermanisë ose prej vendeve të diasporës, normal kohëve të fundit prej Kosovës. Dhe nga e kemi zotrin Ladrovci në fakt, se nuk e ka një UÇK. Po, une kur i gjenerova fotot, nuk dashta me bot dalime në mes të... Pra gjitha me ples. Po, i bona vetëm me ples gjitha. Mos me nëzit pastaj debatit të tjera dhe komentet tjera cilat mundën me marke kaje tjetër. E kemi edhe Ardioana Matoshin, aktorën po ashtu dhe deputetën në fakt, edhe pra... Kjo është një shokimi Prurja e Reja. Prurja e Reja Ermali. Une një Mati Ermalin, kështu që nuk e di që na i herë është vesh kështu shqiptar që... As për të tjera, të nuk e din që se i kemi pa hirave të tjera, apo jo, së që i kemi pa dhe të parin e Prishtinës në fakt, e kemi zotrin për Parem Rama, ku tema kryesore ka qenë këtë java, me autobus dhe me të lovin trafikun, hajde pak që të sojme të veshjet kombëtare. Unë të e njoftë Ramën, besoj që është i knaqën me këtë veshjen toske. Pse, po, e koptaj. Atëherë, po vazhdojmë tutje, unë po e përdori për me të regu se qysh mundet me o përdor, është një shumë e thjeshtë dhe qysh mundemi me, do të të me ngarku një foto. Më herët, në qofse të cila me u fokusu, më herët e kam përdor, do të të një foto të cilën sa po e shkrepa pak më herët, do të të është kjo foto pak më largë, ndërsa tash dua ta bëj një foto këtu për këtu, edhe e ngarkojmë një, Allahu, hajde, po e bëj pak më afer, po e bëj të qish, sepse jemi si shqiptar, jemi shumë të busqishur vazhdimisht, e sidomos në këtë fest. Më herët, qka shkruan të foto ime, tipike shqiptare, po, ishdasht me, po, e jaj, po duket si një shqiptare vërtet. Faleminderit. Modeli inteligencë artificiale realisht e detekton prej fotos gjinin edhe mandej të regon a shqiptare vërtet apo është një shqiptare vërtet. E mirë. E vendosim pra këto ruaj, e kemi ruajtur, edhe mundemi me postu pastaj në rrjetet sociale, dungën personat e para aty në bised. E ruajmë, pastaj mundemi me postu në rrjetet sociale, edhe mundemi me bua dhe fotot të tjera, dhere në 2 lejoaj këto, apo jo? Për shkak që modelet nga Google dhe nga kompanit e tjera janë, do me thonë, kanë një kosto, edhe për shkak që këna pritë edhe ashtu një vizita dhe përdorim të matë të aplikacionit. Ajo kosto i shdash me mbulu, dhe pse do të mbulojmë vetë se nuk presim që, me thonë, ajo sasia e pagesave që gjenerohet me mbulu kostën, mirë po edhe me një farë mekanizmi që mos të keq përdoret. Me thonë, ta përdorim. Besoj që 2 foto për një person është e mjaftueshme, edhe pse prej këto ditëve të fundit, kushdo që ka fillu me përdor, mandej më ka shkruar privat që apo mi rrit kreditat për shkak që dojmë me gjeneru fotot të fëmijëve dhe familjarve. Rastin e fundit e pata një kopshtin të rektu në Prishtinë, i kish bo fotot e fëmijëve të qerdhës me AI, edhe ajo ke një kënaqësi me pa. E komentet që i marët?
Komentet janë shumë pozitive, njerëzit pak u ankojshin për këtë, do me thonë, shijen toske ose të verjut, sidomos kur e vendoshin logon e UÇK-s, dhe normal ajo pjesa ma interesante ose ma qesharake është kur të paktën për neve, për shkak që për jugun besoj që është normale, po për njerëzit në Kosovë, kur thotë është gjeneru me fustanel toske. Mua po më duke shumë tamam, si kurse me qenë Shqipëri dikon, janë brapa edhe malët, dhe të dire në detajet fundit, po edhe këto, po ashtu, duke të thu se ke qenë për një mend me këtë veshje dhe ke shku diku në Shqipëri. Sakt, modeli, do me thonë, e merë foton, e largon gjdo background që ka tjetër, edhe shqiptarizon edhe backgroundin, edhe veshjen. Po më pëlqen shumë, uroj që tutje të bëhet upgrade, ndërsa edhe me detaje tjera, cilat ju mundeni me i mendu, apo të vi me web aplikacionet të tjera që ka të bëj me motive kombëtare, me veshje shqiptare, me qka dhe tjetër, që ndërlidhet me kombin tonë shqiptar. Po, unë e kësha dasht veç me vesh Shqip edhe Djellën, këtë ministrën e AI nga Shqipëria, për shkak që veshja e saj po menoj paktën veshja, edhe pse Kryeministri Edi Rama njihet për atë shijen e hollë në veshje, besoj që Djellën e ka vesh dikush tjetër, ish dash me u vesh me kuqezi.ai. Ende nuk për shkak që, po, me këtë pamje ma shumë do këtë si një nuse e ngathë se sa një ministre shkallët e AI, kështu që edhe veshja nuk më duket shumë... Edhe Djella o bëhe famë shumë ministria virtuale, kështu që s'ka së të qysh me ikë veshët. Unë besoj që ka qenë një PR shumë i mirë për Shqipërinë dhe i bëm nga Kryeministri Rama. Menoj që në kusht, në rrethonat e tjera nuk kishte me qenë, po menoj ishtë dok shumë fals, mirë po duke ditë që tani, njënin prej liderëve të AI në botë ke Mira Murati, një shqiptare, me cilën qeveria shqiptare është duke bashkëpunu, menoj që Kryeministri Rama e ka, në mënyrë perfekte, e ka kapë këtë momentum, duke unë mbështetur edhe nga bashkëpunimi me Mira Muratin, e cila është jugore, edhe ndoshta këto modelet e trajnume janë të ndikume pak prej mirës për që ata dhe këfar shia toske për shfaqet më shumë. Ju keni gjeneruara edhe disa ndërkombëtar të tjerë, do të disa ftyra tjera ndërkombëtare të veshur me veshje kombëtare, me veshje kuqeze. Në qofse besoj që e kemi videon, mundemi me i pa dhe me i komentu edhe pak me zotrin Qiko. Ta është një problem që është në këtë botën AI, është edhe aspekti legal, edhe fotot të cilat, si me thonë, miren edhe transformohen ose përdoren për me trajnu modele ose donat e tjera, dohet me pas kujdes. Është dash me i gjetë këto fotot të cilat janë me copy free, do me thonë që mundet me unë përdor të Donald Trump ose të zonjës Merkel. Po, këto e kemi Trump, po e shohem, interesante, pak edhe fani. Një jugor i vërtet. Po. Hajde vazhdojmë tutje, të shohem ftyrat e tjera cilat janë. E unë të tjerët, a? Po, Angela Merkel. Edhe shohem. Pra, dhe kjo veshje jugore, apo jo? Po, unë nuk jam njës i mirë i veshjeve kombëtare, nashta këtu ishma mirë me pas dikan që... Dizenatorët e tjerë, kuratorët e tjera edhe historianët besoj e kanë këtë pjesë. Falimderit shumë, Zotri Qiko, falimderit për kohën që ke gjetë me ndonë në këtë ditë që është pushim pothuajse për të gjithë, edhe për informatat cilat i ke ndonë me ne, knaci që e patëm edhe inteligjencën artificiale pro me kuqeze. Është knaci kështu që e marim pak modernën edhe prej të kaluar ose i ngërthurin bashkë. Knaci. Falimderit. Ndërsa ne tani do të shkojmë në boletin atje ku pra do të flasim edhe do të mësojmë më tepër për kullën, Dona i sjell detajet e tjera.